Rëshqitjet e dherave Meloni sheh nga helikopteri dëmet në Siçili. Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka udhëtuar drejt Siçilis për të parë nga afër situatën e krijuar për shkak të motit të keq që ka përshkruar vendin. Nga pamjet e publikuara shihet Meloni e cila sheh nga lart situatën ndërsa udhëton me helikopter. Dëmet në zonë janë të shumta pasi ka patur rëshqitje dheu të cilat dëmtuan 10 banesa. Në Niskemi janë evakuar më shumë se 1500 persona. Italia gjithashtu pati gjendje të jashtëzakonshme të ënëm për shkak të shkatrimeve të shkaktuara javën e kaluar në Kalabri, Siçili dhe Sardenjë nga cikloni Harry. Qeveria italiane ka ndarë 100 milion euro nga fondi kombëtar i emergjencës për ndërhyrjet fillestare në zonat e prekura.